Kreu I qeverisë Edi Rama priti në një takim mëngjesin e së shtunës presidentin francez Emmanuel Macron, me të cilin më pas zhvilloi një konferencë të përbashkët për mediat. Në fjalën e mbajtur Rama tha se fal bashkëpunimit shqiptaro-francez janë krijuar rrugët për të sjellë në Shqipëri ekselencën e Francës. Më tej theksoi se synohet të fuqizohet marrëdhënia me Francën në drejtim të ujrave, ku ata janë kampion të inovacionit. Gjithashtu Rama tha se po diskutohet përfshirja e Francës në ndërtimin e hekurudhës Durrës-Prishtinë. Kemi folur me presidentin dhe për mundësinë e përfshirjes së Francës në ndërtimin e hekurudhës Durrës-Prishtinë dhe do të shikojmë më tutje në komunikimin drejt për drejta se si mund të materializohet përfshirja e Francës. Është këtu për të vazhduar të mbështesë projekte të tjera që prekin energjinë e rinovueshme dhe turizmin e qëndrueshëm. Ne duam ta fuqizojmë marrëdhënien edhe në drejtim të administrimit të ujrave, ku Franca është kampione e inovacionit, kampione e eksperiencës, dhe ka kompani të cilat operojnë në të gjithë botën, po ashtu kemi folur edhe për mbetjet dhe edhe në këtë drejtim jemi duke punuar me Francën për të pasur një plan të përgjithshëm I cili të bazohet jo thjesht në strategjinë që ne kemi, por të bazohet në hapa konkret të punës, pasi në procesin e negociatave për antarësim, procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, ky është një kapitull shumë I rëndësishëm. Presidenti francez është shprehur se ai dhe Franca do të jenë në krah të Shqipërisë për procesin e integrimit në BE. Franca do jetë krahasues për të shoqëruar në këto reforma dhe për të mbrojtur dhe për të shoqëruar në mënyrë që meritat tuaja të njihen nga gjithë dhe që agjenda të mbahet. Sepse ju do mbani agjendën tuaj dhe ne do ta mbajmë tonën për këtë perspektivën e 2027-s, që nuk është vetëm një perspektivë, por një realitet. Lidhur me luftën në Ukrainë, të dy liderët hodhën akuza ndaj Rusisë për zvarritjen e një armëpushimi, ndërsa bën thirrje për paqe.